Deponitë rajonale pak më herët ato që i theksuat në Rusino dhe Novaci, cila do të fillojë e para dhe kur konkretisht do të shohim diçka konkrete këtë drejtim? Viti 2000 sepse ju kemi pa, keni qenë edhe vend ngjarje aty për ta. Edhe në Rusino edhe në Novaci, tash do të shkoj në Sveti Nikolë, do të shkoj çdo kund atje ku ka nevojë. Po. Për arsye se duhet të, do të them, po punohet. Apo ndryshon diçka pas vizitave që ju po bëni? Po vizitat kanë qenë kur kemi promovuar fazën e realizimit të projektit. Viti 2026 pretendojmë dhe punojmë të jetë vit i vendimeve të rëndësishme për një kthesë të Gjelbart. Për arsye se punojmë në zgjidhje afatgjatë të problemeve, jo në zgjidhje të cilët do të jenë zgjidhje afatshkurte dhe të përkohshme. Pra vlerësoni që këto 3 deponi do ta bëjnë kthesën ekologjike? Janë 4 përgjithësi plus qyteti Shkupit që është Drislat që është në kuadër të zgjedhim problemi për arsye se 10 qendra të transferit do të ndërtohen nëpër komunat. Për shembull, në ajo e Rusinës do të ketë 5 qendra të transferit, Kërçov, Dibër, Ohër, Prilep edhe Novaci. Pra gjithë ato për rreth që janë. Mirë. E dini mirë që rol të rëndësishëm edhe në ruajtjen e mjedisit ka edhe sjelljet e qytetarëve, ka program të posaçëm Ministria e Mjedisit për të arritur ndërgjegjësimin? Në vazhdimsi bëjmë apel dhe kur realizojmë takime, theksojmë se shumë është e rëndësishme të gjithë bashkarisht të angazhohemi për në mjedis të pastër. Para 2 javë nëse s'gaboj u bashkangjita edhe një aksionit që ka të bëjë me pastrimin e qyteteve, në këtë rast unë bashkangjita në Shkup pastrimi i fundjavës, që është që cila vite me radhë organizohet nga një shoqëri qeveritare, nëse s'gaboj austriake në bashkëpunim me të Shkupit, dhe nga atje bora apel, edhe këtu e shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet japim kontribut për një mjedis më të pastër. Mirë, për mjedisin